محمد طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë me thonjën e Imam Samarkandiut rahimahullah, I cili ka thonë frika kuptohet nga 7 shenja. Dhe kemi fol për disa shenja, për 5 shenja se si cilët shenja tregojnë se robi ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Samarkandiu thot se frika në gjuhë, si do të jetë frika në gjuhë, si kemi frikë Allahut me gjuhën tona, frika në bark, se si mi pas Allahut frikë me barkun ton, do të thot mos të ushqim me haram, mos të pim haram, mos të fusmi diçka mbrencinë ton harame. Frika në shikim, si duhet mi pas Allah subhanahu wa ta'ala frikë me shikimet tona, pastaj me dorën, e ja në kalu me folëm diçka si duhet mi pas frikë Allah me këmbët tona. E sot inshallah e gjashta, shenja gjashta është frika në zemër. Si mi pas Allah frikë me zemrët tona, e thot frika në zemër është të nxjerrësh prej saj armiqësinë dhe urrëqen kundër muslimanëve dhe të fusësh në të këshillën dhe butësinë ndaj tyre. Po ajo e cila tregon se na I kemi frikë Allah subhanahu wa ta'ala me zemrat tona është që ta largojmë nga zemrat tona armiqësinë dhe urrëqen ndaj vëllezërve tonë musliman. Në vend të asaj të fusmi çka këshillën dhe butësinë, të jemi këshillues, se pejgamberi alayhis salam ka thonë besimtarët janë këshillues. Besimtari është këshillues, duhet të këshillohen mes vete. Dhe siç thot Allah Taala në surën Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, këshillohen besimtarët mes veti në të vërtetën, pra për Islamin, dhe këshillohen mes veti për sabrin, me shpreh ngushëllime njëri tjetrit, me këshillu për sabrin. E kët pra duhet ta mbjellna në zemrat tona, të jemi këshillues mes veti, edhe nëse me gabu të gjithë gabojna. Por kur të gabojnë ndonjëri prej neve të këshillohemi mes veti, jo të kritikohemi. Jo që për hapmi atë të keqen që e ka bën atë gabimin, atë mëkatin. Se kohët e sotit e keqja po përhapet shpejt. E mira gati se heq. Një të keqe me bën, 100 mirat I harrojnë. Me njëra të keqen ta përhapin, pse I ki bën 100 mira më herët, si përmend kërkushin, edhe pse na të mirë duhet më bën për Allahun Teala, jo më nai përmend njerëzit. Por ne duhet mendojmë mirë për muslimanët, nëse gabon, duhet ta këshillojmë, sepse edhe na kemi bën ndonjë gabim tjetër. Na shtat njëjtin jo, po një gabim tjetër e kena bën. E për këtë pra të mbjellni në zemrat tona këshillën mes vetë dhe butësinë të jemi të butë. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, thot pejgamberi alayhis salam. Të mëshirshmit I mëshiron mëshiruesi. Pra të mëshirshmit, ata që I mëshirojnë njerëzit, atë person e mëshiron mëshiruesi, pra Allahu. E nëse dojmë na mëshirën e Allah, do të mëshirojmë mes veti. Ta mëshirojmë të vjetrin, ta mëshirojmë të rijun, ta mëshirojmë nëse dikush ka bën ndonjë gabim, të jemi të mëshirshëm ndaj tij, jo me akuzue, me kritikuar një orë, e me ofendue, me nënçmuar, mi thon çmos, e në fund me thon shire vllai, mirë, unë e pata për të mirën tënde. Sa për të mirën tënde të bënë rrezik, para njerëzve. E këshilla më e mirë është ajo e cila bëhet në fshehsi. Pra në fshehsi ta bëj. Po ndonjëherë kur të bën dikush I bën ndonjëherë gabime publikisht, atëherë këshilla duhet të bëhet publikisht, që me atërheq vëmendjen, vërrëqen atij e qerve. Pra është mirë që ne në zemrat tona të mbjellmi këshillën dhe mëshirën, të jemi të mëshirshëm mes veti. Ajo shenja e cila tregon se ne kemi frikë Allah subhanahu wa taala me zemrat tona është që ta dim çka është obligimi I zemrës dhe cilët janë gjunat e zemrës. Por derisa na nuk e dim çka është obligimi I zemrës dhe çka është gjuna I zemrës, atëherë na nuk do ta kemi atë zemrën e cila I ka frikë Allah subhanahu wa taala. E pari obligimi I zemrës është el imanu billahi wa bima jaa anillah. Të besosh Allahun dhe gjithçka që ka nga Allahu. Por nëse vërtetohet diçka se kjo është nga Allahu, urdhri I Allahut, ndalesa e Allahut dhe është e vërtetë se ka ardhur nga Allah, do ta besojnë. Është obligimi I zemrës. Dhe kjo është aslul wajibat, kjo është baza e gjitha obligimeve. Baza e gjithë obligimeve është të besosh Allahun dhe gjithçka që ka ardhur nga Allahu, pra që është në Kur'an.
Pse është baza e gjitha obligimeve, sepse pa këtë nuk pranon këto tjera. Nëse dikush nuk ka besim në Allahun, sa dojnë në qape, sadakë, lëmosha, të mira të bojnë, nuk ju pranon të Allahun. Këto të mira mund më ju këthin këtë botë, amë në ahiret është fjalë, në ahiret në librin e tij nuk ka me gjetë asnjë të mirë. E baza e gjitha punët të mira, pranimin e punëve të mira është besimi në Allahun. Se ne kur e bëjmë një punë të mirë, për kanë e bëjmë për Allahun. Pse? Shpresojmë në mëshirën e tij, shpërblimin e Allah subhanahu wa taala. E dikush që nuk e beson Allahun, i ka dhënë një fukaras 100 euro, i ka marrë një shtëpi, ama i ka bën veç për një të mirë, jo se për Allah. E për këtë mirë, a ka diçka që në ahiret nuk ka? Se ka besu Allah, nuk e ka besu atë i cili e shpërblet. E për këtë thot, obligim i zemrës, i pari obligim i zemrës është ta besojsh Allahun dhe gjithçka që ka ardhur nga Allahu, pra Kur'anin. E dita el imanu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillah, të besojsh pejgamberin alayhis salam dhe gjithçka që ka ardhur nga pejgamberi alayhis salam. Po përderisa vërtetuar diçka se ç'kjo thonja është e pejgamberit alayhis salam, duhet ta besojsh. Po, ta besojsh thonjën e pejgamberit, ta besojsh se pejgamberi është pejgamberi i Allahut. Nuk mjafton me thonë besoj pejgamberin, ama thonjën e pejgamberit nuk i besoj. Nuk mjafton me thonë besoj pejgamberin se është i dërguar i Allahut, ako një fshar figure e lartë, ako një person që ka pas autoritet në Mekë dhe ka autoritet te muslimanët, ama thonjën e atij nuk i besoj. S'ki besu pejgamberin alayhis salam. Si unë ti me të besu, si njeri, si shok, ama thonjët e tua nuk i besoj. Çka të më thuaj ti nuk besoj? Ti s'e beson këtë si shok? Do të thonë nuk është besnik apo? E pra, el imanu bi rasulillah wa bima jaa rasulillah, të besojsh pejgamberin Allah dhe gjithçka që vjen nga pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jo si këto që kanë dalë tash një kohë në fundit një grup i thonë vetë kuranista. A do thënë kuranista. Shikoni çfarë kohë kemi marrë me një kohë ta luftosh dikant që i thotë vetes kuranist. Ai thotë punoj vetëm me Kur'anin, ama ai është kundra Kur'anit. Ai paraqitet para njerëzve se unë jam me Kur'an. Unë vetëm fjalët e Allahut, çka thot Kur'ani me Kur'anin punoj. Hadithe pejgamberit, Buhariun, Imam Abu Hanifa, Shafiun, Malikun, Imam Ahmedin, shokët e Muhamedit, ka qenë ato njerëz thjesht, kanë qenë shokët atina, sikur na kemi shok, Muhamedi ka pas do shok, e kanë kaluar një jetë, edhe u kri, ne kemi Kur'anin. E kush ta shpjegoj ti Kur'anin? Ku i na zbriti Kur'ani? Ti po thu se hadithe pejgamberit nuk i pranoj. E pse besoj vetëm një hadith pejgamberit alayhis salam? Cili hadith? Se pejgamberi alayhis salam një ditë që thashë ut të tij, prom më erdh në shpellën Hira me leku Xhibrili dhe më erdh me ajetin e parë më zbriti Kur'anin. Me ajetin e parë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Apo thotë pejgamberi, po thotë se më ka ardhur Xhibrili, pejgamberi alayhis salam ju tregoi shokët e tij, shokët e tij, e kështu me radhë ka ardhur deri na ki lajm se Kur'ani ka zbrit Muhamedi alayhis salam. Pse i besoj kësaj? Pse si beson thonjë tjera pejgamberit alayhis salam? Kur'ani ti nuk ka zbrit. Ti nuk i qenë kohën e pejgamberit me pa Xhibril se i erdhi Muhamedi ja zbriti Kur'anin. Nuk e ke pa. Të ka treguar ti dikush kush një njeri. Ati kush i ka treguar dikush tjetër më herët deri te pejgamberi alayhis salam. E pse që thonjë të pejgamberit nuk i beson? Allah xhela shan thon Kur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë ai jep i dërguari i Allahut, ju merrnat nga ajo që u ndalon largoni prej saj. Ato kuranistë çka thonë? Po, është e vërtetë. A që ajam nga Kurani Muhamedi merrne, a që nuk e ajap mos e merrni. E këto janë me të vërtetë janë një grup, një sekt apo një grup e cila është shumë e rrezikshme për Islamin dhe muslimanët. Pse? Se manipulojnë me fjalët e Allahut, me Kur'anin. Ai po thot me Kur'an, e shitoj muslimani nuk i beson Kur'anit, thonë jo, unë si besoj Kur'anit. Jo, i beson. Ama pastaj kish ka po thot për Kur'anin? Si e komenton ki Kur'anin? Shkon ta merr Kur'anin në anglisht, se shumica prej këtyre arabisht nuk din. Ama për me bashkësh nuk e din arabishtën. Ama ku e kam mësuar kët? E kam mësuar kët për anglisht. Sot është interneti, është Google hin atë edhe në anglisht e gjon Kur'anin për kthim, komentimin e Kur'anit. E pastaj me çat komentimin për kthimin e Kur'anit ato ta tregojnë Islamin kështu ti. E në Kur'an, në dal dikush na xhojnë në Kur'an se si falet namazi. A shkon dikun në Kur'an si fal namazin? Allah ka thënë falë namazin. Allah ka thënë agjëro Ramazanin. Çka prish Ramazanin? Çka nuk e prish Ramazanin? Allah ka thënë krinë haxhin, si krit haxhi. Allah ka thënë jep në zakatin, sa më dhon zakatin. I kam 1 milionën, a mi dhon 10 franga, a mi dhon 100 franga, 1000, 100.000, sa mi dhon, s'po di. Kur'an s'po shun
E kush na sqaron e këto si falet namazit, si agjërohet Ramazani, si krijt haxhi, si jepet zakati? Hadithe e pejgamberit alayhis salam. Allah na ka thonë merrni abdes për namazin. Kur do të fal namazin, lani ftyrët e juaja, krahat e juaja, krijes, jepni mes dhe kom lani. A mund të shkita abdesin, çka prish? Cilat janë rregullat e abdesit tjera, si duhet me marr abdesi me rregulla. Po thot lani ftyrët, lani krahat, jepni krijes mes, jepni lani kom. E krijes mes sa të jap, a nikime, a dykime, a krejt krijes, a një dorë, sa më dhon. Në Kur'an s'po shkruan. Në më thonë, nëse këto bazohen vetëm Kur'anit dhe i lojnë hadithe e pejgamberit alayhis salam, ata faktikisht besojnë pejgamberin alayhis salam. Si besojnë thonjtë e tij. Pastaj dalin thonë, po shumë po ka hadithe, ju vetë më thuni se ka hadithe dobta të shpikura. Po dina se ka hadithe dobta, ka hadithe të shpikura. Po elhamdulillah është shkencë e hadithe e cila mirret me këtë çështje. Edhe e din që haditha i shpikur është i dopt, është i vërtetë, as është i vërtetë. E pastaj ato mundohen të luftojnë çështone vetëm me besimin në Kur'anin dhe e kundërshtojnë hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se këto kur kanë filluar me Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Do të thonë me akuzu Ebu Hurajran. Ebu Hurajra është një prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam i cili ka transmetuar më shumë hadithe se gjithë sahabët e tjerë. Edhe ka shoqëruar dikon 3-4 vjet veç pejgamberin alayhis salam. Do të thonë që ka pranuar Islamin, 3-4 vjet ka jetuar pejgamberi alayhis salam, ka ndrohet jetë pejgamberi alayhis salam vetëm që ka shoqëruar. A më shumë se Abu Bekri, më shumë se Omer, Uthmani, Ali, e tjerë sahabë që kanë jetuar gat me pejgamberin alayhis salam, më shumë se ato ka transmetuar hadithe. E këto kanë filluar për te Abu Hurajra me akuzu Abu Hurajran. Si është e mundur që 3 vjet me jetu me transmetuar më shumë hadithe se ai i cili ka jetuar 20 vjet me pejgamberin alayhis salam, për me fut dishime tek muslimanët. E ta dikush i paditur thot, për me abe logjikshme kjo, si be kjo 3 vjet, po transmeton hadithe më shumë se ai që ka jetuar 20 vjet, edhe fillojnë kokën tonë ato dishimet. E kur të fillojnë dishimet, pastaj ai ma lehtë ka ti me deviju. Ebu Hurajra vetë tregon thot, isha te pejgamberi alayhis salam dhe një ditë u lut për mua. Edhe e shtroi një tesh në tokë, tha kush ulet në kët, pejgamberi alayhis salam pastaj a lut për atë njeriu i cili ulën këtë teshën, thot Ebu Hurajra thot, prej asaj dite që a lut pejgamberi alayhis salam që të kem memori të fortë, thot prej asaj ditën çka kam dëgjuar për pejgamberin alayhis salam nuk i kam harruar. Edhe dita thot, unë me pejgamberin alayhis salam thot, unë s'kam pas tregti, nuk kam pas familje, s'kam pas punë tjera, unë kam pas vetëm u shoqëruar me pejgamberin alayhis salam. Ka fletë xhamia pejgamberit alayhis salam Abu Hurajra, sepse s'ka pas pasuri, ka qenë për njerëz më të varfër. A dini sa ka qenë i varfër? Prej unsijës të madhe as ka pas çka me hongër, e ka humbë vetdijen. Kur ka humbë vetdijen, ka nis me bon gjeste me lëvish, thot, shokët e tjerë mendojshin se u çmenda unë. Nga unësia e madhe, nga uria e madhe, thot, njerëz mendojshin se jam i çmendur. Sa s'ka pas me tregti, nuk ka mirë me tregti, s'ka pas pasuri, dhe me thonë, e ka shoqëruar pejgamberin alayhis salam. Çato 3 vite, po çka kanë dëgjuar për pejgamberin alayhis salam i ka mbajtur mend. Edhe i ka transmetuar pastaj. S'ka mujt me rrejt Ebu Hurajra, se në kohën e Ebu Hurajra ka Omer, ka Abu Bekr, ka Ali, ato me njëherë, dikshon Ebu Hurajra, çka puna jote, ti po transmeton më shumë se ne hadithe. Po dhe ato e kanë kuptuar, e kanë ditë se kime pejgamberin alayhis salam kanë nejt një kohë të shkurt, po non stop kanë nejt me pejgamberin alayhis salam. E shumica hadith që i shohim na nga Ebu Hurajra. E këto kuranisa që i thonë sot vetë kuranisa, një herë filluan me sulmu Ebu Hurajran. Kur nuk jo dol hesapi mirë, pastaj dolën te Buhariu, Imam Buhariu, të gjithë e njohim librin Sahih al-Bukhari. Është libra të dietarët musliman, llogarisë libra më besueshëm mas Kur'anit. Libri më i vërtetë mas Kur'anit është Sahih al-Bukhari. E Imam Bukharin këto filluan me sulmu. Si me sulmu? Po Buhariu 200 vjet mas pejgamberit, si besojnë anati. Ku i muraj ato hadithe. I ka shujt vet, i ka shpik. E tash, a ma mirë në bese Buhariut mas 200 vjetëve, ati me të besu mas 1400 vjetëve. Ti po thu se Buhariu e ka pas gabim, Ebu Hurajra ka pas gabim. Tash a me ju besu atinve në atë kohë, apo të besoj ti që mas 1400 vjetëve edhe di fjallë s'di mi lidh arabisht, ati di fjallë nuk i di arabisht. Që ato di fjallë arabisht që i thush dëher i thok gabim. Si një napiti kuranisave, surën Bakara, fillim në surës Bakara, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi.
Dhalika al-kitabu la rayba fi, wallahi billahi me vesh të mirë kam dëgju 3-4 herë gabim e lexoj. Para menaj me hima fejl ka Kurani. Nësaj nuk di fjalë me të lidhë arabisht. Aja pa qete, këto që pretendojnë se janë vetëm me Kurani se di më shpare arabisht. S'di me lexu arabisht. Se di Kurani mirë, edhe ai ta akuzon Buhariun, ta akuzon Ebu Hurajrën, ama qëllimi a dikon, qëllimi se po i hoqëm në hadith e Ebu Hurajrës, dikon qirejka, po gjisa islamit shkoj. Se përmi dimi hadithi i ka transmetuar Ebu Hurajra nga pejgamberi alayhis salam. Dhe me thonë nëse i hikmi në Ebu Hurajra, po nëse i hikmi Sahih Bukhari, sa mija hadithe po shkojnë. Shkojnë kur islamit, gjisa islamit shkojnë. E për fat të keq, pra jemi me një kohë kur po duhet me thonë dikujt ti je kuranist, keni kujdes për këtij kuranistin. Halu me ai i cili është me Kuranin dhe e ndje Kuranin, beson Kuranin dhe gjithçka që na ka porositur Kurani mundohet ta praktikon. E një prej atij që na ka porositur Kurani është Qul ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. Thua jo Muhammed, bingjuni Allahut dhe bingjuni të dërguarit e Allahut. Po bingjuni pejgamberit alayhis salam. Ai që thot pejgamberi alayhis salam nuk e thot nga mendja vet. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, thot Allah Taala. Muhammed nuk fol nga mendja e tij. Po ma merr mendja si na sot. Ndi? Dalin do ku të bon hoxhallar, pasi ta mrin me një fakultet magjisë, kuqanise, mu ma merr mendja. Le mendjen tonë ti çaj me një çështë, ti nuk je me ta marr mendja, ti je me mësu, edhe me praktiku, me a transmetu njerëzve ai që e ke mësu, jo me ta marr mendja ti. Nuk je ti kanë tek musliman ti me ta marr mendja, se ti je njeriu, jam njeri. Po ti ke mësu për Islamin, transmeto ma çka që e ke mësu për Islamin, jo çka ta merr mendja ti. Se me bom ja nis ne çka na i merr mendja neve, që të shkemi ta në xhami, si thoj ja merr ndryshe mendja, apo. A më e vërtetë është një, nuk kanë si na i merr mendja neve. Tash jashtë është nota, është dita. Valla mu ma merr mendja se dita, që thot mu ma merr mendja se nota, që thot mu ma merr mendja se ka akşami, që ka sabaj, që ka dreka. Po s'mundet mu konkret vërtetë, një është ja dita, ja nota, ja sabaj, ja dreka, ja akşami. Nuk mundet mu këtë kohët me një kohë. Mu po më merr mendja, nuk shkon ti po ta merr mendja, zot. Ja dalmi e çelmi, dalmi në dritare, e kishim atë dita është nota. Po në Islam që ka haram e halal, mu ma merr mendja haram, mu ma merr mendja halal, mu me kru mu asli, po nuk shkon ç'ta merr te mendja. Hajde shihim argumente çka po thot, çka thot Kurani, çka thot Suneti. Edhe kjo është pra sigur me çila dritar me këshin, nota është dita. Thotë Kurani dhe të Suneti pejgamberit alayhis salam, leje mendja po më merr. Mendja jote nuk ka vend këto me ta marr mendja jote është me pranu faktet, argumentet, me besu edhe me ju binda asajna. E për fat të keq, pra jemi në këtë kohë, pse s'ishte tema për këtë, pra tema ishte si mi pas frikë Allah subhanahu wa taala me zemrat tona. Për me pas frikë Allah subhanahu wa taala me zemrat tona, duhet na pikësisht tham ta dim se çka është obligimi i zemrës e çka janë haramat apo mëkatet e zemrës. E kur e dim çka kemi obligim me zemrën, çka kemi të ndaluar për zemrat tona, atëherë na me këtë arrim të kemi frikë Allah subhanahu wa taala, se me të vërtetë Allah xhaleshan thot në Kur'an inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Me të vërtetë Allah ja kanë frikën vetëm të diturit. I pa diturit nuk e di si ka frikë Allah. Ku e din ai jahil, ignorant? Ku e din ai ku duhet mos me bën një punë të mirë, kur nuk duhet me bën një punë të mirë. Se në Islam nuk shkon në Islam me mendjen tonë, mu ma merr mendja se çka është punë e mirë. Mu ma merr mendja se kjo punë e keqe. Jo në Islam është një rregull thot el hasanu ma hasanahu shara wal qabihu ma qabbahahu shara. E mirë është ai që Islami llogarit të mirë. E keqja është ai që Islami konsideron të keqe. E nuk kanë thonë dietar, e mirë është ai që ti ta merr mendja se është e mirë, e keqja është ajo e cila ti ta merr mendja se është e keqe. E sa njerëz bojnë punë të këqija, zinë, kamatën, alkoolin, drogën, aty ja merr mendja se e mirë për ta, apo? Ja merr mendja, më me Islam është e mirë nuk është. Ti ta merr mendja se është e keqe, apo? Aty ja merr mendja se është e mirë. E thash ko bo, tash e mirë e keqe. Islami i mëson kështu vit kuqe, non vjen kuqe, e keqe do kri. E mirë do kri. E për këtë, në Islam duhet mi peshu në asenët, çka është e mirë me Islam, është e mirë, çka është e keqe me Islam, ajo është e keqe, e për me ditë se çka është e mirë, çka është e keqe, duhet me pas dituri. Për me pas frikë Allah subhanahu wa taala, duhet me pas dituri, se pa dituri nuk mundesh të arrish gradën e atij që i kanë frikë Allahut subhanahu wa taala.
Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na jap zemrat të cilat i kanë frikë vetëm Allahut, zemrat të cilat janë të sinqerta, zemrat të pastërta, zemrat që mërzitën ndonjëherë për obligimet që i kemi ndaj Allahut, për xhamin, për namazin, për Kur'anin, për dashurinë e pejgamberit alayhis salam. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala të na imushë zemrat tona me dashurinë ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj Kur'anit, ndaj njerëzve të mirë, dhe në fund elusim Allah subhanahu wa ta'ala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.